tubim nga sheshi Skënderbej, protestuesit nisën marshimin për të bashkuar në sheshin përpara godinës së kryeministrisë, ku kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës, slogan që është shndruar në simbol të këtyre protestave. Me stirjeve të tjera janë edhe Rama në burg, Berisha në burg dhe ju erdhi fundi. Nderuar zonja dhe zotërimi, mbrëma mirë se erdhët në ditarin qendror të lajmeve këtu në aty CNN, kundër zhvillimet kryesore do të ndisni. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos deklaron se BE ka marrë garanci nga qeveria shqiptare për projektin e Zvërnecit do të kryhet një vlerësimi plot mjedisor sipas standardeve europiane. Kos vlerësoi edhe respektimin e së drejtës së protestës. Kryeministri Rama e shpërndau lajmin si konfirmim të bashkëpunimit me Brukselin, ndërsa ju përgjigje dhe akuzave për udhëtimet e tij në Zvicër. 10 urdhër areste për rrjetin kriminal që dyshohet ketë trafikuar 50 ton kokainë nga Amerika Latine në Europë. Hetimi SPA ka dokumentuar 5 episode trafiku dhe nga hetimi janë sekuestruar pasuri me vlerë mbi 150 milion euro, ndërsa rolin kryesor në këtë organizim e mban Shpëtim Aliu, i njohur edhe si Salvadore. England Koçi vijon të jetë i zhdukur prej 12 ditësh, ndërsa policia dyshon se ai është vrarë nga miku i tij Armand Shakaj. Ky i fundit mbetet në arati dhe sipas burimeve policore ka ndryshuar pamjen dhe mjetet e komunikimit për të shmangur identifikimit dhe lokalizimit. Nga samiti i G7-s në Francë, presidenti amerikan Donald Trump sulmoi aleatin e tij Benjamin Netanyahu, duke theksuar se duhet të tregohet më i përgjegjshëm me Libanin. Trump garantoi se Irani nuk do të ketë armë bërthamore, ndërsa kërkoi një marrëveshje të shpejtë mes Rusisë dhe Ukrainës. Mirëmbrëma, do ta nisim këtë edicion pikërisht me protestën në kryeqytet, dita e 17 e saj, ku qytetarët grumbullohen dhe mblidhen përpara pikërisht sheshit Skënderbej për të nisur më pas marshimin drejt kryeministrisë, aty ku kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama, por edhe të klasës politike. Do të lidhemi me njëherë me kolegen ton Fiorella Beleshi për të mësuar më shumë detaje nga dita e 17 e protestës. Fiorella, të përshëndes, atëre si paraqitet pjesëmarrja deri në këto momente, krahasuar në fakt edhe me protestat e tjera, a vazhdojnë të grumbullohen të tjerë njerëz pra pikërisht drejt për të shkuar më pas drejt kryeministrisë? Është ende për të bërë një analizë për sa përket numrin, pasi për shkak të temperaturave qytetarët nisën të mblidhen dhe ka sërish duke referuar protestave ditëve të tjera që mblidhen rreth orës 20 bashkohen me qytetarët në bulevardin Dëshmorët të Kombit, madje ditën e sotme përpara se të nisë marshimi nga sheshi Skënderbej, u lajmëruar nga në organizatorëve që protesta në sheshi apo qytetarët do duhet që të mblidhen në sheshin Skënderbej në orën 19 për shkak të rritjes së temperaturave, jo më tashmë në orën 18, që ka të thotë që protesta do të shtyhet me një orë, që më pas të mblidhen tek sheshi Skënderbej për të bashkuar me pjesë në bulevardin Dëshmorët të Kombit, poshtë zyrës së Edi Ramës, me një kërkesë kryesore, largimin e tij dhe apo për të bërë presion kryeministit për të larguar së bashku me qeverinë dhe me thirrje tashmë prej 17 ditësh Rama në burg, Berisha në burg, Rama jep dorëheqjen, apo Adheu është i yni, kanë qenë këto thirrjet e të rinjve apo edhe të gjithë ato qytetarë të cilët janë po marshojnë që nga sheshi Skënderbej, ku organizatorët kanë vendosur gratë dhe fëmijët përpara, ky është udhëzimi dhe më pas pjesa tjetër e të rinjve apo ata njerëz të cilët kanë më shumë mundësi për të përtitur apo për të bërë thirrje për sa përket kërkesave të tyre. Duke që pavarësisht një përgjigje negative nga ana e kryeministit Rama për të larguar nga qeverisja, qytetarët vijojnë të protestojnë dhe duke bërë pikërisht këtë thirrje.
Duhet themi kjo ka qenë thirrja kryesore e këtyre ditëve, pavarësisht të gjithë shasës së zotit Rama, duke i thënë që të mos duke i thënë atyre që nuk do marrin atë përgjigjen që ata kërkojnë, që ai të jap dorëheqjen, por duke i ftuar që të ketë një grup nismëtarësh apo që janë në krye të kësaj proteste të diskutojnë me zotin Rama. Nuk është pranuar nga ana e protestuesve, duke thënë që ky mund të jetë një lloj kurthi që më pas edhe të shpërqendrohet protesta, duke referuar tek organizatorët apo tek nismëtarët që të shkojnë në zyrën e zotit Rama. Por nga ana tjetër, përpos protestës së tyre për të vijuar çdo ditë sot në ditën e 17, duke që nga Zvërneci dhe nga Flamingoja tashmë protesta ka shkuar të një kërkesë kryesore, largimin e zotit Rama, por nga ana tjetër largimi i tij duket larg, ku zoti Rama edhe pse ka protesta të përditshme poshtë zyrës së tij, vijon të paktën në dukje i pashqetësuar, duke mos lënë pas dore as aktivitetet e tij artistike, apo do të themi atë se si e quan ai profesionin e tij si piktor, duke marrë pjesë në ekspozita pas Gjermanisë në Berlin që e kishte pak muaj më parë, tashmë ka shkuar në Zvicër, duke mos lënë madje as këto situata artistike apo aktivitete artistike për të mos marrë pjesë, edhe pse kërkohet, duhet themi, ndoshta kërkesa më kryesore apo më rëndësishme, largimi i tij nga qeveria. Por në një intervistë në sotme për mediat italiane ka thënë që unë do largohem vetëm në momentin kur Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, apo kur pasioni i tij për politikën të shuhet, atëherë mund të jap dorëheqjen, duke treguar edhe një herë protestuesve që thirrjet e tyre poshtë zyrës së tij përpara tek selia e qeverisë janë të pamjaftueshme për ta larguar atë apo për ta bërë që të jap dorëheqjen, duke vendosur që ata qytetarët të protestojnë poshtë zyrës së tij, ai të vijojë qeverisin e tij. Deri më tani duhet themi që kjo është situata, por mbetet për të parë nëse në ditën e vijme protestat e tjera do të ketë një zhvillim tjetër, si nga ana e protestës, por edhe nga ana e qëndrimit të zotit Rama, përsa përket kërkesave të tyre apo ndonjë zhvillimi, por duhet themi që për herë të parë asnjë nga organizatat ndërkombëtare apo ambasadat këtu në Tiranë nuk kanë dhënë ndonjë koment përsa përket protestës, vetmja që është pyetur ka qenë Marta Kos, komisionera për zgjerimin, duke thënë që është një drejtë legjitime apo demokratike për protestën, por nga ana tjetër duke mbrojtur edhe kryeministin Rama, ku që sipas saj ka marrë garanci nga kryeministri, nga qeveria shqiptare, që do të respektojnë të gjitha standardet europiane përsa përket mjedisit në Zvërnec. Ndërkohë nga ana tjetër, edhe pak më herë të raportova që për herë të parë ambasada amerikane nuk ka bërë asnjë thirrje përsa përket protestës, kur në çdo protestë ku ka patur, duhet themi, mbledhje masive të qytetarëve, ju bën thirrje qytetarëve të saj që dalin, që të rrinë larg tubimeve, që të zgjedhin rrugë alternative. Në këto 17 ditë nuk ka patur një kërkesë të tillë nga ana e tyre, pavarësisht se duhet themi që ka patur ku emri kryesor i përfshirë, ku ka nisur kjo protestë është pikërisht familja e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Qartë, mirë, bëre një përmbledhje të gjithë asaj që po ndodh pra në këto momente Fiorella, por le të kalojmë dhe më në detaje. Fillimisht ndalemi pak te pjesëmarrja dhe atmosfera. Cili është humori në ditën e sotme i protestuesve në protestë? Është revolt, vendosmëri apo optimizëm? Ato vijojnë duke që të dyja palët, po t'i bëjmë një analizë të dyja palëve, vijojnë, do të themi, kauzat e tyre. Protestuesit vijojnë në kauzën e tyre për të bërë të gjitha kërkesat në bulevardin dëshmorë të Kombit, ku kërkojnë largimin e zotit Rama, edhe pse duhet themi prej 17 ditësh tashmë kanë ardhur, shumica prej tyre ka ardhur çdo ditë në protestë, ka marshuar në rrugët e kryeqytetit dhe sërish të vijojnë të qëndrojnë në bulevard, dhe nga ana tjetër vetë zoti Rama, edhe pse kërkohet largimi i tij, sërish vjen publik, paktën nga pamja e jashtme, vjen të ushtrojë detyrën dhe të vijojë madje duke mos lënë dorë as pasionet për pikturën apo përsa përket edhe ekspozitave të tij, të cilat tashmë po i zhvillon në qytetet europiane. Çka do të thotë që të dyja palët duke që po ecin paralelisht ndaj njëra tjetrës, dhe përsa përket energjisë së të rinjve dhe protestuesve në bulevardin dëshmorë të Kombit, derisa ata vinë në bulevard dhe kërkojnë
largimin e zotit Rama, do vijojë një lloj energjie, pavarësisht se duhet të themi që gjitha palët e pranojnë, paktën nga komunikimi që kanë patur, për shkak të kilometrave të shumë që kanë bërë në këto 16 ditë deri më sot dita e 17. Të shitur të tërë këta, mos bëj kote. Në ditën e 17 duhet themi lodhja e tyre ditëve nuk është se ata nuk e kanë ndier, por sërish ato do vijojnë të qëndrojnë deri në momentin që sipas tyre të plotësohet kauza e tyre kryesore. Pra, me aq sa kuptova, ka ndryshuar ritmi i protestës nga dita e parë deri më sot? Nuk mund të themi nëse ka ndryshuar ritmi, por duhet themi disa gabime që janë bërë edhe nga ana e protestuesve, duke referuar marshimin që kanë bërë deri në Rinas, duke që kanë reflektuar dhe duke kërkuar moshetashut mos qëndrojnë deri në mesnatë apo mos marshojnë përtej unazës së kryeqytetit, unazës së vogël në kryeqytet, kur kujtojmë që vetë protestuesit kanë shkuar deri në Astir, kanë shkuar tek pallati me Shigjeta, kanë bërë të gjitha rrugët e kryeqytetit pothuajse i kanë shkelur në marshimet e tyre për të treguar një farë edhe për të kërkuar mbështetjen e të gjithë qytetarëve të tjerë të cilët deri më tani nuk kanë dalë në protestë. Dhe ajo se çfarë është parë që deri ditën e djeshme vijon të jetë e njëjta situatë ku vijon një njëjti skenar, mblidhen në bulevard, flasin qytetarët, më pas marrin fjalën disa prej tyre, më pas largohen duke marshuar. Duhet themi që jo çdo ditë numri i protestuesve është i njëjtë, duhet themi që ka pas protesta si disa protesta që kanë qenë shumë të mëdha, ka qenë numri i tyre i protestuesve një numër shumë i lartë, ka protesta të cilat numri i tyre ndoshta nuk është kaq i lartë, por sërish një pjesë e tyre vijon të qëndrojë në bulevard. Dhe duhet parë nëse energjia e tyre do të jetë më pak se sa herëve të tjera, apo nëse energjia e tyre do të vijojë edhe për shkak të lodhjes të ketë duhet themi një lloj ngadalësimi dhe më pas edhe për të vendosur si do jetë edhe mbarvajtja e kësaj proteste, por nuk ka ndryshuar asgjë për sa i përket kërkesave të tyre dhe për sa bëhet fjalë në raport me qeverinë e zotit Rama, ku tashmë edhe vetë shefi i qeverisë ka pranuar që kjo është një lëvizje, do të një protestë politike, nuk është vetëm një protestë mjedisore, por për shkak se tashmë është mjedisore, politika i thoshë nuk kam asgjë për asnjë përgjigje pozitive për t'ju dhënë, ata le të vijojnë në bulevard. Dhe duhet të parë nëse do ketë zhvillim andi, se gjitha kjo duhet themi që ndoshta që prej javës së parë, pasi kjo është protesta që ka hyrë në javën e tretë, që prej javës së parë, disa prej qytetarëve, disa prej protestuesve, të cilët kanë qenë të pranishëm që në ditën 1, kanë kërkuar që tashmë të ketë një zhvillim, duhet formohet një lëvizje politike, por deri më tani nuk ka asnjë lëvizje konkrete apo asnjë, duhet themi, propozim konkret apo marrje seriozisht për formimin e një partie apo zhvillimit të protestës për nxjerrjen një lider në krye të kësaj lëvizje qytetare, e cila erdhi për shkak të zvërnecit dhe më pas përfundoi për një lëvizje për të larguar qeverinë e zotit Rama. Qartë, ju thatë se në këto momente pra mesazhi kryesor është largimi i qeverisë, por unë kam një pyetje, apo shtrohen edhe çështje të tjera në protest, paktën siç do të disa ditë më përpara, apo është vetëm largimi i qeverisë dhe a ka kërkesa të reja sot për shembull që nuk janë artikuluar më parë, i dëgjojmë për herë të parë? Sot nuk kam se të dëgjoj andi, duhet themi kërkesat pasi jemi në raportim bashk, por ideja është disa nga shqetësimi kryesorit i protestuesve është dorëheqja e zotit Rama. Dhe nuk vjen një dorëheqje sepse qytetarët janë mbledhur në bulevard dhe kanë menduar që të kërkojnë largimin e zotit Rama. Filloi për shkak të zvërnetit, filloi për shkak të një situate mjedisore për mbrojtjen e ekosistemit dhe tashmë është zhvilluar dhe ka shkuar për një lëvizje politike për të kërkuar largimin e zotit Rama. Por këto nuk e kërkojnë për shkak se sipas tyre kjo qeverisje është arrogante ndaj qytetarëve shqiptar, kjo qeverisje nuk ka transparencë, kjo qeverisje është e përfshirë në korrupsion dhe kjo qeverisje sipas tyre nuk i shërben qytetarëve, por i shërben grupeve të caktuara, ka larguar mira të rinj sipas tyre. Madje kemi parë pankarta që duke drejtuar zotit Rama që nuk ta fal pasi më largove motra apo më largove vllajën, duke referuar pikërisht emigrimit të shqiptarëve, numrit të lartë të tyre të cilët janë larguar nga Shqipëria për të gjetur një mundësi më të mirë në perëndim. Të gjitha këto janë arsye që sipas qytetarëve duhet që Edi Rama të largohet duhet të largohet nga qeverisja dhe më pas formohet një qeveri kujdestare. Por
që ditën e dieshme duhet themi, ku numri i protestuesve duke referuar pamjeve ka qenë edhe pak më i ulët se ditët e tjera, socialistët i kanë komentuar duke thënë që ky është ka një numër më të ulët të protestuesve, duke shpresuar që nëse kjo do të jetë një ritëm që më pas protesta edhe të shpërbëhet, të largohen, nëse të gjithmonë do ketë një numër më të ulët të tyre, pavarësisht se duhet themi që skenari vijon i njëjtë. Mblidhen në sheshin Skënderbej dhe më pas përfundojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara selisë së qeverisë. Qartë, nëse ke mundur të bisedosh pra me organizatorët, Fiorella, si është organizuar protesta e sotme pra në terena? Ka ndryshime në itinerarin e marshimit, të paktën që nga dita e djeshme pas problemeve që patën 2 ditë më parë me rrugën e Rinasit, pra blokimin e rrugës Rinasit. A ka ndryshime sot në itinerarin e marshimit? Që ditën e djeshme ata kanë vendosur që marshimi të jetë vetëm brenda unazës së vogël, por në të paktën në disa komunikime që kanë patur me disa prej organizatorëve, ata thanë që do vendosin në momentin që do jemi në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në momentin që të marrë reforme të mblidhen të gjithë qytetarët e tjerë, pasi objektivi i tyre nuk është vetëm të marshojnë në rrugët e qytetit, por duhet të marshojnë një numër të lartë për të dhënë ato impakt që ata kërkojnë që të jetë një numër i lartë i protestuesve dhe qytetarëve që mblidhen dhe marshojnë së bashku në rrugë. Nëse numri i tyre do të jetë më i ulët se herët e tjera, atëherë marshimi do të jetë duhet të jemi në afërsi në vende më të afërta dhe nuk do bëhen kilometra të tërë. Por duke parë si do të jetë pjesëmarrja, atëherë do marrin dhe vendimin për sa i përket si do jetë direktiva apo itinerari i këtij marshimi të ditës së sotme. Qartë, si paraqitet situata e sigurisë dhe çfarë pranie ka nga policia, le të themi aty? Duhet themi që kjo është një ndër protestat ku prania e policisë ka qenë pothuajse më e ulta si asnjëherë tjetër, shumë ndryshe nga protestat e Partisë Demokratike, ku gardet metalike apo radhët efektive të policisë kanë qenë të pranishëm përpara selisë së qeverisë, kurse tashmë ne kemi parë dhe vijojnë të qëndrojnë dhe fëmijët përpara hyrjes kryesore të kryeministrisë. Ndërkohë forcat policore janë në gatishmëri, tashmë prish 17 ditësh, paktën sipas zburimeve janë të gjithë në gatishmëri, e gjithë policia e Tiranës dhe gjithashtu dhe policia e shtetit për çdo situatë që e cila sipas tyre mund të dalë jashtë kontrollit do të jenë në gatishmëri, por nuk kanë dalë publikisht, atë paktën nuk kanë dalë hapur për të bashkuar në pjesën tjetër, përsa i përket gjithmonë uniformave, efektivit të policisë të cilët janë në uniforma, duke lënë një protestë të vijojë pa praninë e tyre, pa praninë e shtuar të tyre, ndërkohë nga ana tjetër pjesa efektive të policisë qëndron pas godinës së kryeministrisë, apo duhet themi edhe efektiv të tjerë të cilët në momentin që ato marshojnë patrullat e policisë ndjekin edhe një pjesë në fillim dhe një pjesë në fund të grupit që marshojnë, apo edhe disa godina si Partia Socialiste, Parlamenti, kanë efektiv të policisë të cilët janë atje për të mbrojtur gjithmonë për të shmangur çdo incident, por ajo se çfarë duhet themi është në këto 17 ditë përveç se 2 episodeve, siç ishte ajo me ndeshje Shqipëri-Izrael ku qytetarët u përplasën me policinë për të larguar gardin metalik, i cili ishte vendosur tek ish hotel Dajti për të mos i lejuar që të vijnë dhe të bashkoheshin me pjesën tjetër në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë, por vetëm ai momenti dhe momenti i Rinasit kur marshuan drejt Rinasit nga Tirana drejt aeroportit ndërkombëtar, duhet themi ka qenë një episod të cilët është përdorur nga ana socialistëve për ka patur edhe duhet themi një zemërim nga vetë protestuesit, ku asnjëri prej tyre nuk e mori përsipër se kush i kishte organizuar. Në ditën e djeshme kanë bërë një mea culpa duke thënë që ne nuk do shkojmë atje më dhe nuk kemi shkuar për të bllokuar qytetarët dhe për këtë arsye ata vendosën që një grup i cili është marrë në fillim do duhet që të bëjë të gjithë itinerarin dhe për këtë arsye ata vendosën që të jenë vetëm brenda unazës së vogël. Mirë, të falenderoj Fiorella, ne do të vazhdojmë të temë, ndërsa do të flitemi përsëri me ty në rast se do të kemi lajme të tjera që vijnë nga protesta. Deputetja Mariana Koçeku nuk pranon të dorëzojë mandatin parlamentar të fituar me Partinë Socialiste, nuk ua ka marrë mandatin e deputetit. Më keni marrë ju muaj për 10 muaj rresht. Tash mandati ka ardhur në vend vet, shkruan ajo në Facebook, duke i qëndruar besnike e komunikimit gegnisht.
Neo Malsoria shkon edhe mëtej duke sfiduar kryeministrin Rama që të masin forcat në zgjedhjet parakohshme. Nëse jeni kaq të sigurt që unë nuk fitoj pa ju dhe ju i keni plot 83 mandate, atëherë shpërndajeni parlamentin, shkojmë në zgjedhjet parakohshme dhe masin forcat se kush fiton çka. Kësaj radhe do marr me vete kecin tim të shtrenjtë bashkë me kmesën e mprehtë dhe do të zbres me kandiduar në Tiranë, shkruan Mariana Koçeku. Në këtë rast thotë se mund të bëj një përjashtim dhe të flas në gjuhën standarde. Kryeministri Edi Rama mohoi akuzat për përdorim të fondeve publike gjatë udhëtimit të tij të fundit në Zvicër, ku dhe ekspozoi disa prej punimeve të tij artistike në thuajse 3 dekada shërbim publik, kur nuk ka mundtuar privatisht me lekët e shtetit dhe e njëjta gjë vlen edhe për familjen time, shkruan Rama në rrjetet sociale, teksa shpjegon se në Zvicër ishte i ftuar. Kryeministri Rama reagoi në rrjetet sociale lidhur me udhëtimin e tij të fundit në Basel të Zvicrës, ku ekspozoi disa nga veprat e tij artistike. Rama mohon komentet online për shpërdorim të parave publike, teksa jep detaje mbi organizimin e eventit dhe shpenzimet përkatëse. Në thuajse 3 dekada shërbim publikun kur nuk kam udhëtuar privatisht me lekët e shtetit dhe e njëjta gjë vlen edhe për familjen time. Në 13 vjet në detyrën e kryeministrit, unë dhe familja ime kur nuk kemi shkuar me pushime a shtetit. Në Zvicër isha i ftuar privatisht nga Art Basel, panairi i përvitshëm i galerive më prestigjioze të artit në botë, ku janë prezantuar edhe veprat e mia. Kemi udhëtuar dhe qëndruar 1 ditë e gjysmë me bashorten, si gjithmonë në këto raste, plotësisht me shpenzimet tona. Sot kryeministër prej më shumë se 13 vitesh, Edi Rama ndjen nevojën të citoj veten kur rreth 20 vjet më parë, atëherë kryetari i Bashkisë së Tiranës përballej me të njëjtën akuzë. Rreth 20 vjet më parë, kur nuk më ishte rregjur ende lëkura me baltën e shpifjeve të akuzave pa hesap, pa ta vënë kujen publikisht duke thënë që s'ka bir nën edhe bir kë, që të gjej në xhepin tim një qidark që s'është futur me punë të ndershme. Por e them me krenari se ajo fjalë e lëshuar aso kohë nga dhimbja e nga ndjenja e turpit, përpara njerëzve të mi dhe të gjithë atyre që më kishin besuar drejtimin e Tiranës, qëndronin 100% e paprekshme në përmbajtjen e saj edhe sot, përballë të gjithë atyreve që më kanë besuar drejtimin e Shqipërisë. 2 dekada më vonë thotë se nuk është më i pamësuar me baltën e jetës politike, ndaj i referohet librave të shenjtë, ku thotë se shpifësi shfaqet edhe më i keq se vrasësi. Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për përdorim gjuhë gangstere dhe për profitime të dyshuara nga udhëtimet me avion privat. Berisha pretendon se në këto udhëtime Rama ka bërë transport parash, teksa kërkon ngritjen e një komisioni hetimor për të verifikuar 140 fluturime private të kryeministrit. Sali Berisha i dha një përgjigje Edi Ramës, i cili deklaroi se kurrë nuk i ka përdorur paratë e shtetit për udhëtimet private, si ky i kësaj jave në Zvicër. Me një gjuhë ordineri, prej gangsteri, reagon ndaj protestës dhe lidhur me udhëtimin e tij në Zvicër. Ai zotohet e stërzotohet se ai dhe bashortja e tij s'kan udhëtuar kurrë për qëllime private me paratë shtetit. Unë i them se ti je një mashtrues jo 2 metra i gjatë, po 2 kilometra i gjatë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha riktheu akuzat ndaj kryeministrit se me anë të udhëtimeve me avion privat ka transportuar para. Na nxjerr pak faturat 200 apo 300.000 euro që ke paguar Ismailin ti nga xhepi yt në 140 udhëtime. Se me ato udhëtime ti akuzohesh se ke transportuar para. Ka tjerë që thonë drogë. Nuk e them dot. Nuk i kam faktet. Për para po, të sfidoj. Urdhro. Berisha e ka sfiduar Ramën për ngritjen e një komisioni hetimor për këtë çështje, kërkesë që është bërë edhe më herët nga opozita, por është refuzuar nga majoranca. Në qoftë se ta mban, hajde lejo të krijojmë komisionit të analizojmë 140 udhëtime. Po ti s'ke turp dhe ti çdo fjali do të nxjerrësh një mashtrim. Urdhro dhe ta mban. Pse nuk lejove komisionin hetimor parlamentar
për 140 udhëtime tuaja në 2 vite që i kushtuan vendit 23 milion euro? Sali Berisha beson se protesta e qytetarëve do të arrijë qëllimin deri në largimin e qeverisë Rama. Qeveria shqiptare ka dhënë garanci se çdo rregullore e BE-s në lidhje me mbrojtjen e natyrës në projektin e Sazanit dhe Zvërnesit do të zbatohet në detaje. Këtë e thot komisionerja për zgjerimin, Marta Kos, në një prononcim për gazetarët në Bruksel. Në deklaratën e shpërndar edhe nga kryeministri Edi Rama, Kos flet edhe për protestat, duke cilësuar lirinë për të protestuar si shumë të rëndësishme. So Albania is one of the front runners in the enlargement process. Shqipëria është një nga vendet pararoj në procesin e zgjerimit dhe ka bërë përparim të rëndësishëm në mbrojtjen e mjedisit. Dhe ky përparim është i vlefshëm, i njohur dhe duhet mbrojtur. Në një situatë si kjo është rëndësishme që të gjithë të punojmë mbi bazën e fakteve. And the European Commission is in continuous contact with the Albanian. Komisioni Evropian është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet shqiptare, jo vetëm me kryeministrin Edi Rama. So in the case of the project in the Pishporo-Nart area, sa i përket projektit në zonën Pishporo-Nart, ashtu si edhe në të gjitha projektet e tjera në zhvillim në Shqipëri, ai duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor dhe standardet e përcaktuara në kapitullin e mjedisit. Kapitulli 27 i procesit të anëtarësimit është i hapur dhe përpara se të mbyllet, situata do duhet të sqarohet plotësisht, ndërsa mbyllja e tij aktualisht parashikohet deri në fund të vitit 2027. Our role will be to verify the relevant benchmarks. Roli ynë do të jetë të verifikojmë nëse standardet përkatëse janë përmbushur dhe nëse ata përmbushen deri atëherë, ne inkurajojmë autoritetet shqiptare të ndërmarrin hapat që mbështesin përmbushjen e standardeve në mbylljen e kapitullit dhe të ndihmojnë Shqipërinë të ecë përpara në rrugën e saj europiane. Assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be. Ne kemi marrë garanci nga qeveria e Shqipërisë se do të kryhet një vlerësim i plotë i ndikimit në mjedis dhe standardet europiane të mjedisit do të respektohen. Fakti që kjo po ndodh ndërkohë që Shqipëria po kalon procesin e anëtarësimit është i rëndësishëm. Ky proces është juridikisht dhe politikisht detyrues dhe i nënshtrohet një monitorimi dhe vlerësimi të vazhdueshëm. Prandaj i përbën garancinë më të fortë që natyra dhe mjedisi i Shqipërisë do të jenë në përputhje me standardet europiane. You know how lidhur me këtë, dëshiroj t'ju shtoj se ju e dini sa e rëndësishëm është për ne drejta për të protestuar. Ajo është një drejtë themelore në bashkimin ton dhe për të gjithë vendet që synojnë të bëhen pjesë e tij. Jam e lumtur të shoh se kjo e drejtë respektohet në Shqipëri. Lidhur me investimet e huaja për çdo vend kandidat, por gjithashtu edhe për vendet anëtare, investimet e huaja janë të rëndësishme. Çfarë është e rëndësishme për ne? Nuk është aq shumë nga vinë ato, por nëse ato ndodhin në përputhje me legjislacionin europian, dhe kjo është ajo çfarë ne monitorojmë. EU legislation, and this is what we monitor. Në seancën e së martës në Erion Veliaj dhe të bashkëmandeurve, gjykata e posaçme refuzoi një sër kërkesash të kryebashkiakut. Gjykata e konsideroi të përsëritura kërkimet për transmetim live të televizionit të seancës dhe nxjerrjen e Veliajt nga kafazi i xhamit. Gjykata e posaçme refuzoi të martën një sër kërkesash të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Kërkimet u artikuluan nga avokati Plarin Dreca në procesin ku kryebashkiaku gjykohet bashkë me 18 të pandehur të tjerë, përfshi bashkëshorten Ajola Xoxa. Vet Veliaj nuk u paraqit në gjykat. Ai arsyetoi mungesën me mosbatimin e së drejtës për të marrë pjesë njëri i lirë në sallën e gjyqit. Para gjykatës, avokati i Veliajt këmbguli për lejimin e kamerave në sallën e gjyqit dhe transmetimit live të seancës. Së dyti, kërkoi të krijohen kushte klientit të tij për të qëndruar jashtë kafazit të sallës, pasi sipas avokatit, qëndrimi në kafaz indikonte negativisht në mbrojtjen efektive. Në vijim, mbrojtësi kërkoi që SPAK t'i vendos në dispozicion mënyrën se si janë administruar kallëzimet e Nestia Angonit dhe Nastia Pëllumbit, si edhe caktimin e seancave gjyqësore një herë në 2 javë, për të pasur kohën e nevojshme për konsulta me klientin dhe përgatitje. Prokurorët Altin Dumani e Olsi Dado kërkuan rrëzimin e të 5 kërkesave. Në lidhje me shpeshtinë e seancave, prokurori Dumani i tha gjykatës të shikonte mundësinë e zhvillimit të gjyqit çdo ditë.
Moteja i shtoi se kjo ishte e pamundur për shkak të ngarkesës së palëve, duke u dagortësuar me gjyqjen një herë në javë. Për kallëzimet e anonimëve Nesti Angoni e Nasta Plumbi, prokurori Dado tha se mënyra e administrimit është pasqyruar në aktet e dosjes. Pas gati 30 minutash në dhomën e këshillimit, gjykata vendosi të refuzonte kërkimin e Veliajt për transmetim live të seancës dhe nxjerrjen e tij nga kafazi, duke e konsideruar si të përsëritur dhe të pabazuar. Gjykata refuzoi edhe gjyqjen një herë në 2 javë, ndërsa nuk u shpreh në lidhje me kërkesën e Veliajt mbi kallëzuesit anonim. Mëtej në pranim të kërkesës së mbrojtësit të ri të pandehurës Ajola Xoxa, për më shumë kohë për të njohur me dosjen, gjykata shtyu seancën për më 23 qershor. SPA ka goditur antarët e një rrjeti kriminal që dyshohet të kenë trafikuar 50 ton kokain nga Amerika Latine në Europë. Nga 10 urdhër arreste të lëshuara nga gjykata është ekzekutuar vetëm një prej tyre, ndërsa mes të kërkuarve janë Shpëtim Aliu, Dritan Gjika dhe Eldi Dizdari. Hetimi i SPA ka dokumentuar 5 episode trafiku dhe nga hetimi janë sekuestruar pasuritë të tunshme dhe të patunshme me vlerë mbi 15 milion euro. SPA ka siguruar urdhër arreste për 10 antarë të një rrjeti kriminal të dyshuar për trafik ndërkombëtar të kokainës dhe pastrim të parave përmes investimit në pasuri të patundshme në Shqipëri. Ata dyshohet të jenë përgjegjës për trafikimin e gati 50 tonëve kokain nga Amerika Latine në Europë në periudhën 2019-2021 dhe krijimin e një pasurie me vlerë mbi 150 milion euro. Nga 10 masa arrest në Burg, policia ka gjetur dhe arrestuar vetëm të dyshuarin Florian Musaj. Në Shqipëri kërkohen edhe 2 të dyshuar, ndërsa 7 të tjerët ndodhen jashtë vendit dhe SPA po bashkëpunon me agjencitë ligjzbatuese të vendeve respektive. Sipas hetimit të drejtuar nga prokurorët Klodian Braho dhe Doloreza Musabelli, rolin kryesor në këtë organizëm e mban Shpëtim Aliu, i njohur edhe si Salvadore, që dyshohet të ketë qenë furnitor në tregun ndërkombëtar të kokainës. Mes të shpallurve në kërkim janë edhe Dritan Gjika, Eldi Dizdari, i njohur edhe si Denis Matoshi, si edhe Armando Pacani. SPA ka dokumentuar 5 episode të trafikut të sasive të mëdha të kokainës, 8.9 ton në total, ku 4.1 ton janë trafikuar në një episod të vetëm. Sipas strukturës së posaçme, paratë e fituara nga trafiku janë transferuar në Shqipëri në kesh e më pas janë investuar në pasuri të patundshme e në shoqëri tregtare. Në kuadër të hetimit janë sekuestruar 266 pasuri të paluajtshme në gjithë vendin, mes të cilave vila, hotele, apartamente, si edhe 209 llogari bankare. Në një reagim publik, kreu i SPA Klodian Braho evidentoi rëndësinë e goditjes së pasurive kriminale. Pasuritë me origjinë kriminale dëmtojnë ekonominë e lishme, konkurrencën e lirë, veprimtarinë ekonomike të bizneseve që punojnë në mënyrë të lishme dhe të ndershme. Ato rrisin forcën ekonomike të krimit organizuar, përdoren për të financuar veprimtarinë kriminale dhe nuk sjellin asnjë të mirë publike. Për këtë arsye, pasuritë me origjinë kriminale duhet të sekuestrohen, të konfiskohen, të kalojnë në favor të shtetit dhe të përdoren për qëllime të lishme. Në mesazhin e tij, Braho garantoi se SPA synon vetëm pasuritë me origjinë kriminale dhe se në asnjë rast nuk do të cënohet e drejta e pronësisë dhe të drejtat e personave fizika juridik që investojnë para të fituara në mënyrë të lishme. Për 12 ditësh, 34 vjeçari Eglant Koçi vion të jetë i zhdukur, ndërsa policia dyshon se ai është vrarë nga miku i tij Armand Shakaj. Ky i fundit mbetet në Arati, ndërsa autoritetet kanë shtrirë kërkimet në të gjithë vendin dhe arrestimin e tij dhe gjetjen e trupit viktimës. Sipas burimeve policore, Shakaj ka ndryshuar pamjen dhe mjetet e komunikimit për t'u shmangur identifikimit dhe lokalizimit. Prej 12 ditësh, 34 vjeçari Eglant Koçi vion të jetë i zhdukur dhe ende nuk ka asnjë gjurmë të tij. Bazuar në provat e mbledhura, policia e Tiranës pak ditë pas zhdukjes së të riut deklaroi se Koçi dyshohet se është eliminuar fizikisht nga miku i tij 41 vjeçari Armand Shakaj. Autori dyshuar i kësaj ngjarje të rëndë, Armand Shakaj, vion të jetë në kërkim, ndërsa për arrestimin e tij është angazhuar jo vetëm policia e Tiranës,
Tiranës, por edhe struktura të tjera policore. Kërkimet janë shtrirë në të gjithë vendin, ku po zhvillohet një punë intensive hetimore me metoda speciale, me qëllim vënien në pranga të 41 vjeçarit. Arrestimi i tij do t'i hapte rrugë edhe gjetjes së trupit të Eglan Koçit, i cili dyshohet se është shehur nga Shakaj në periferi të Tiranës. Edhe pse policia ka kryer kontrolle të shumta në fshatra, qytete, terrene malore dhe zona të pyllëzuara, trupi i 34 vjeçarit ende nuk është gjetur. Sipas burimeve policore, Armand Shakaj vijon të fshihet brenda territorit të vendit dhe ka ndryshuar pothuajse tërësisht pamjen e tij për të shmangur identifikimin. Burimet bëjnë me dije sa i ka prerë tërësisht flokët, ka hequr mjekrën dhe përdor forma të ndryshme maskimi gjatë lëvizjeve për të mos u pikasur nga policia, po ashtu hetuesit dyshojnë gjithashtu sa i mban kontakte me persona të afërm, të cilët mund ta ndihmojnë të fshihet. Ai ka ndryshuar jo vetëm numrin e telefonit, por edhe aparatin celular, me qëllim që të mos lokalizohet nga policia përmes email të pajisjes. 41 vjeçari dyshohet se ushtronte aktivitet të palishëm në fushën e call-centrave dhe zotëronte karta SIM me numra të huaj, të cilat dyshohet se mund t'i përdor për të shmangur gjurmimin nga policia. Nga samiti i G7-s në Francë, presidenti amerikan Donald Trump sulmoi aleatin e tij Benjamin Netanyahu, i cili siç tha duhet të tregohet më i përgjegjshëm me Libanin. Trump garantoi se Irani nuk do të ketë armë bërthamore, ndërsa kërkoi një marrëveshje të shpejtë mes Rusisë dhe Ukrainës. Presidenti amerikan Donald Trump tha se Rusia dhe Ukraina duhet të arrijnë një marrëveshje dhe u zotua se do të bënte çdo përpjekje për t'i dhënë fund luftës gjatë samitit të G7-s në Evian-le-Bain të Francës. Kreu i Shtëpisë së Bardhë bëri këtë deklaratë pas një takimi të zhvilluar me liderët e tjerë të vendeve më të industrializuara, e po ashtu me presidentin Ukrainas Zelenski, me të cilin pati edhe bisedime të ndara. Ky i fundit po shpreson të bind Trump se pozitat e Ukrainës janë përmirësuar dhe se i duhet më shumë mbështetje. Rusia duhet të bëjë një marrëveshje. Rusia ka humbur një numër të jashtëzakonshëm njerëzish dhe po ashtu edhe Ukraina. Muajin e kaluar ata humbën 35.000 ushtarë së bashku. Në një postim në rrjetet sociale pas takimit, Zelenski tha se fokusi kryesor është fuqizimi i mbrojtjes ajrore të Ukrainës dhe avancimi i diplomacisë për ta detyruar Rusinë të ndalë luftën. Diplomatët europianë thanë se tonet e takimit kishin qenë konstruktive. Çështja e Iranit po ashtu dominoi samitin, me Trump që nuk hezitoi të shprehte frustrimin ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Ai tha për gazetarët se Netanyahu duhet të jetë më i përgjegjshëm në lidhje me Libanin. Jo, nuk jam i kënaqur me mënyrën si Izraeli është sjell me Libanin dhe me Hezbollahun. Ata duhet kishin qenë në gjendje ta përfundonin punën më shpejt. Kjo thjesht po zgjat pafund. Pra, kur më pyet për Bibin, kemi një marrëdhënie të jashtëzakonshme, por Izraeli do të ishte shkatruar shumë kohë më parë, po të mos isha përfshirur. Trump shtoi mëtej se marrëveshja me Iranin e thot qartë dhe pastër se Republika Islamike nuk duhet të ketë armë bërthamore. Kemi arritur marrëveshjen me Iranin, e cila duhet të jetë e suksesshme. Tani duhet të kalojnë në fazën e dytë, çka besoj se do të jetë shumë e lehtë. Gjëja më e rëndësishme është se Irani nuk do të ketë një armë bërthamore. Dhe kjo thuhet fort dhe qartë. Nuk do ta zhvillojnë, nuk do ta blejnë dhe nuk do të bëjnë asgjë të tillë. Ndërkohë, kryeministri britanik Keir Starmer deklaroi gjatë samitit se Britania e Madhe do të angazhohet plotësisht për të hapur ngushticën e Hormuzit sa më shpejt që të jetë e mundur. Presidenti francez Macron gjithashtu ka deklaruar më herët se dy vendet do drejtojnë një mision që synon rikthimin e lundrimit të sigurt në ngushticën jetike. Izraeli ka vjuar me sulmet e tij në Libanin jugor, këtë herë duke lënë 4 persona të vrarë dhe disa të tjerë të plagosur. Ushtria izraelite e bërë me dije se sulmet erdhën si pasojë një rakete të Hezbollahut. Trupat izraelite vazhdojnë të pushtojnë zona të mëdha të Libanit jugor dhe kanë rrafshuar 10 rafshatra, duke detyruar banorët të boshatisin zona të tëra. Libani jugor nuk po gjen qetësi si pasojë sulmeve izraelite. Raportohet se sulmet e fundit me dron shënjestruan 3 automjete në Libanin jugor, duke vrarë të paktën 4 persona dhe duke plagosur disa të tjerë. 2 persona u vranë në një goditje me dron, e cila goditi një makinë në fshatin e Libanit jugor, e ndjekur nga një goditje e dytë, pasi njerëzit ishin mbledhur në vendngjarje. Një tjetër sulm me dron ndodhi në qytetin Shaukin, e cila vrau 2 persona të tjerë, thekson Reuters. Luftimet në Liban mes Izraelit dhe Hezbollahut, të mbështetur nga Irani, janë lehtësuar, por nuk janë ndalur plotësisht.
pas njoftimit të janë pushimit përkohshëm me të Shtetet Bashkuara dhe Iranit hënën. Turpat izraelite vazhdojnë të pushtojnë zonat të mëdha në Libanin Jugor dhe kanë rrafshuar 10 fshatra atje, të cilat kanë detyruar banorët të largohen nga vendi. Në një deklarat, ushtria izraelite tha se kishte kapur raketa të lëshuar nga Hezbollahu në një zonë në Libanin Jugor, e cila po dëshmonte operacione nga ushtria izraelite. Ushtria tha gjithashtu se kishte goditur një raketë që kishte lëshuar disa raketa të tjera. IDF tha se identifikoi një automjet të dyshim ku vepronin ushtarët e saj dhe qelloi një të shtënë palem-ruse përpara se të kryente një sulm për të hequr kërcënimin. Libani është përfshirë në luftën më të gjerë rajonale të përqendruar në Iran që kur Hezbollahu nisi sulmet në Izraelit në mbështetje të Teheranit më 2 mars. Izraeli u përgjigj duke nisur një ofensiv e cila ka vrarë më shumë se 3820 persona dhe ka zhvendosur rreth 1.2 milion njerëz. Marinarët në bordin e një fregate ruse qelluan me armë paralajmëruese drejt një jahti civil në kanalin anglez. Kështu bën me dije agjencia ndërkombëtare e lajmeve Reuters. Jahti ishte afruar fregatës më parë, tha një person i njohur me incidentin për Reuters. Arsyet e të shtënave mbeten të paqarta. Ministria Britanike e Mbrojtjes nuk ka komentuar ende. Të dielën ushtria britanike hipi në një anije cistern nafte të flotës ruse në hije në kanalin anglez, e cila është sankcionuar. Ishte operacioni i parë i këtij lloji që synonte ndërprerjen e të ardhurave ruse nga nafta të përdorura nga qeveria në Moskë për të financuar luftën e saj në Ukrainë. Të hënën, Marina njoftoi se 2 anije britanike kishin ndjekur fregatën ruse Admiral Grigorovic në kanalin anglez në perëndim të Brestit në Francë. Sulmi i fundit mendohet se është një hakmarrje ruse. Rikthehemi edhe njerë me ditën e 17 të protestës që po ndodh në kryeqytet, më saktësisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë, ku qytetarët e shumë kërkojnë pra dorëheqjen e kryeministrit Rama, por edhe largimin e gjithë klasës politike. Ka në fakt një ndryshim ditën e sotme për sa i përket organizimit, pra që nga dita e nesërme do të filloj pra grumbullimi, do të filloj pra protesta në orën 19 dhe jo siç ishte më përpara pra në orën 18:30. Gjithsesi do të lidhemi me kolegen ton Fiorella Beleshi për të mësuar më shumë detaje. Fiorella, në fakt nga mesazhet, do doja të veçoja nga mesazhet që ke ndjekur deri në këto momente të rinjve pra në podium, cili është thelbi i këtyre mesazheve? Sot është vendosur që në podium të flasin studentët duke treguar shqetësimet e tyre dhe për faktin që shumë bashkëfushatar të tyre kanë vendosur të largohen nga Shqipëria për të studiuar si një mundësi më e mirë, dhe duke treguar që familjarët të tyre apo edhe bashkëfushatar janë larguar në emigrim duke mos preferuar Shqipërinë, jo se nuk e duan, por se këtu ka për disa probleme të cilat ata tashmë ndër vite po i vuajnë dhe kërkojnë që Shqipëria të jetë adheu i tyre, të mos jetë një vend ku vendosin për ta pikërisht disa politikanë që sipas tyre nuk kanë vendosur apo nuk kanë marrë vendime pozitive, duke i lënë ata disa në arrest, disa duke i lënë ndoshta të paplotësuara kushtet që ata kanë kërkuar ndër vite. Për këtë arsye studentët kanë bërë thirrjen kryesore që Rama duhet të largohet dhe të gjejë një mundësi Shqipërisë për t'i dhënë një qeverisje që të mendojë pikërisht për të rinë, të mendoj për studentët, të mendoj për familjarët e tyre. Duke referuar të gjitha, duhet themi, atyre shqetësimeve që kemi parë edhe në këto 17 ditë, janë pothuajse të njëjtat mesazhe ku studentët i kërkojnë politikës së vjetër të largohet, të japë rrugën të rinjve, duke i dhënë mundësi atyre që të kenë një Shqipëri, të kenë një adhe, siç e cilësojnë ata në këtë protestë, të japin mundësinë që të qëndrojnë këtu, pasi nëse të vijohet në këtë mënyrë, do të detyrohen sipas folësve që të largohen nga vendi. Dhe duhet themi që deri më tani vijojnë edhe studentët, ata që mblidhen përpara podiumit, ndërkohë të tjerët vijojnë të qëndrojnë pak më larg, apo ka edhe njerëz që po vijnë ende të bashkohen në bulevard Dëshmorët e Kombit, por nga ana tjetër kemi parë edhe përfaqësues të Partisë Demokratike, madje përpara se të mblidhen të shkojnë afër podiumit apo të shkojnë në zonën ku janë njerëz më shumë të grumbulluar,
së bashku bëjnë një foto edhe me dy gishta, duhet themi, pavarësisht se thirrjet janë Rama Hamburg, Berisha Hamburg, ata bëjnë foto në tyre me dy gishta dhe më pas bashkohen. Disa i kam parë që kishin ardhur dhe me bicikleta për të bërë pjesë edhe protestës. Ka disa të tjerë që duhet themi përveç se protestojnë kundër Ramës dhe kundër Berishës apo politikës së vjetër në përgjithësi, ka nga ata të cilët protestojnë edhe kundër Marta Kos, duke cilësuar ndoshta si një përfaqësuese e Bashkimit Evropian, sipas protestuesve ka qëndruar në krah të qeverisë. Por ndoshta edhe mendimin e operatorit Endrit Myftari, duhet themi që vijon të qëndroj ku qytetarët apo studentët flasin nga ana e podiumit poshtë zyrës së kryeministit Rama, prindër së bashku me fëmijët vijojnë të vinë çdo ditë në bulevard duke protestuar dhe duke lënë fëmijët të luajnë në hapësirën ku tashmë është vendosur atyre për të qëndruar dhe për të protestuar. Madje unë do mundohem që t'i marr ndoshta edhe një prononcim një prej prindërve të cilët kanë ardhur. Si jeni? Jo, vetëm për të keni edhe një pankartë, lutem edhe nga kamera. Keni ardhur vetëm sot të vërtet apo keni ardhur me fëmijë? Vetëm, jemi organizuar për të ardhur këtu çdo ditë me fëmijët. Çdo ditë vini këtu? Po, çdo ditë, që kur ka filluar protesta. Kërkohet tashmë përveç se nisi si një protestë për mjedisin, nisi si një protestë për Flamingon, tashmë ka kaluar në thirrje për largimin e zotit Rama nga qeverisja si një mundësi për t'i dhënë një mundësi të rinjve për të qeverisur. Por si do vijojë kjo protestë? Mendoni që zoti Rama do t'i përgjigjet pozitivisht thirrjes? Këtë nuk e di, ne qëllimi jonë është më shumë anullimi i ligjit si të investimeve strategjike dhe paketës maleve. Për këtë mbetet për të parë se nuk e dim se si mund të... Deri kur do vini në protestë? Deri në momentin që do anullohet ligji edhe si për investime strategjike dhe për paketën e maleve. Ju tha që jeni edhe këtu tek zona ku janë fëmijët. Si keni parë prindëri që vinë me fëmijët dhe kanë qenë shumë entuziastë të gjithë prindrit dhe është bërë shumë kërkesë që të vinë të gjithë këtu. Ndoshta është hera e parë që në protesta shikojmë që fëmijët luajnë dhe ndërkohë prindrit protestojnë. Si e cilësoni ju këtë protestë në këto 17 ditë? Ka qenë një protestë e shumë e paqë, demokratike dhe nuk e di, për mua ka qenë një nga protesta më të bukura që është zhvilluar ndonjëherë në Shqipëri. Ka pas një energji shumë pozitive si nga ana e fëmijëve dhe nga ana e prindërve dhe të gjithë rinisë shqiptare. Faleminderit. Faleminderit juve. Dhe si shikoni Andi, janë familjarë të cilët së bashku më fëmijët të tyre qëndrojnë, madje disa fëmijë janë të veshur edhe me fanelen e kombëtarës për të treguar dhe një lloj mbështetje kësaj proteste, të cilët duhet themi çdo ditë vendosen këtu në bulevard, larg duhet themi podiumit për t'i lënë ata që të luajnë. Madje ka edhe një moment është shumë interesant, kemi këndin e poezisë ku së bashku një zonë me 3 fëmijë po i mëson. Çfarë po bëni? Jo, nuk po ka nuk është jashtë lart kamera. Do mundohem që dhe kamera të mos e kapë fëmijët, vetëm thjesht të marr një prononcim. Çfarë po? Pjesë e këndit kreativ është edhe këndi i poezisë, siç është edhe këndi i pikturës, ku fëmijët vinë mund të shkruajmë një histori gjithë bashkë përgjithsisht për natyrën, kafshët, flamingot, pelikanet, dhe kjo është ajo që bëjmë. Pastaj edhe luajmë. A janë të interesuar fëmijët për flamingot? Janë mjaftueshëm të interesuar, kanë shumë imagjinat, janë shumë dashur me natyrën, domethënë shprehin shumë atë kreativitetin e tyre. Që për kur jeni këtu, që për ditës parë? Unë në protestë personalisht po. Këndi poezisë ka ardhur disa ditë më vonë, pasi pashu aktivizuar disa mikesha të mia të këndi pikturës dhe shumë. Kujt ishte ideja për të shtruar këtë zonë për ta bërë taksë të sushme për fëmijët, ndërkohë që prindit protestojnë? Një grup artistësh, shumica piktor apo edhe disiplina tjera, ndërsa për këtë poezisë ishte imja që erdhi nga. Deri kur do vjoni të vini në protestë? Deri në fund. Faleminderit. Dhe shikojmë, ka edhe një organizim për t'i mbajtur fëmijët të angazhuar në protestë, edhe për shkak se ne kërkuam që kamera të mos ishte, pasi fillimisht duhet i marrim leje prindëve që fëmijët e tyre të dalin, të jepin mundësia për dalën në kamerë, pavarësisht se ato vinë në protestë, janë duhet themi taksisueshëm për kamerat, por disa prej prindërve nuk duan që fëmijët të dalin në ekranin e vogël në televizor, por nga ana tjetër, ata prej tashmë 17 ditësh çdo ditë janë në të njëjtin kënd ku
protestojnë, por nga ana tjetër edhe fëmijët luajnë një farë mënyre dhe kalojnë dhe duhet themi disa orë pas dite, ku prindrit që nga një ranë protestojnë dhe të tjerët të fëmijët luajnë, ndërkohë pak më larg bëhen thirrje nga ana e protestuesve dhe folësve në podium që të largohet zoti Rama duke i bërë presion në këtë mënyrë dhe duke që protestuesit andi janë të vendosur për qëndruar deri në fund. Me kauza të ndryshme, disa për mjedisin, disa për ligjin, disa për lëvizje politike. Jo, unë doja të më bëri përshtypje biseda që kishe me dy zonja që tanë do të qëndrojmë deri në fund. Nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre, pra kërkesat e protestuesve, a artikulohet pikërisht aty në shesh ndonjë ide apo ndonjë propozim për hapa të mëtejshëm? Ka pasur di që janë artikuluar dhe propozime për lëvizje të mëtejshme, por tash me ditën e sotme ende nuk ka një propozim për shkuar drejt një se çfarë do bëhet më pas. Dhe kjo është pikpyetja që duhet themi qëndron ende, se çfarë do bëhet më pas, sa do qëndrojnë në shesh dhe nëse Edi Rama nuk i plotëson të gjitha kërkesat, çfarë do bëjnë? Për sa përket ligjit për investime strategjike, ai ka thënë që do të vijojë të qëndrojë, do të vijojë edhe mund ta heqë si ligj pasi e ka kryer funksionin e saj. Ligji për investime strategjike është një kërkesë edhe e Bashkimit Evropian për ta hequr atë për të bërë një ligj të ri, ka thënë zoti Rama së bashku më bëhen, por mbetet një pikpyetje se si mund t'i bëjnë presion Edi Ramës për plotësuar kërkesat e tyre dhe ndoshta kërkesat e tjera, pasi për kërkesën e parë dhe kryesore që kanë për largimin e tyre duket një kërkesë që nuk do të marrë përgjigje pozitive, të paktën deri më sot kur ka dhënë intervistën e fundit. Qartë, edhe për ta mbyllur në këto 49 minuta të ditarit qendror, Fiorella, doja besoj se tashmë ke një panoramë të qartë se si paraqitet pjesëmarrja në këtë ditë për atë 17, shumë shkurt. Andi të them që ka ende qytetar, po të shikojmë nga bulevardi apo paktën nga sheshi, po vinë ende qytetar për të bashkuar dhe ditët e fundit kanë qenë ata të cilët rreth orës 20 kanë nisur dhe ka pasur edhe njerëz apo qytetarë të cilët kanë vijuar për të bashkuar. Nuk janë si në ditët të cilët kanë qenë protesta të mëdha, duke referuar numrit, por gjithsesi kanë qytetarë të cilët po i bashkohen ende protestuesve të cilët janë mbledhur në bulevard. Fiorella Beleshi, falenderoj për raportimin nga pikërisht nga bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ne kemi ardhur në fund të këtij ditarit qendror të lajmeve. Bashkë miropafshim.